vogla si dhe përballjes me këto, themelimi i gjandarmërisë si strukturë e re e specializuar, moderne dhe disiplinuar është domosdoshmëri e kohës, e cila do të plotësoj boshllëkun ndërmjet policisë së Kosovës dhe ushtrisë, përkatësisë forcës së sigurisë së Kosovës. Gjandarmëria do të ketë një mandat të qartë, sigurimi i vijës kufitare toksore, ujore dhe ajrore në tërë territorin e Republikës Kosovës, operacione kundër grupeve terroriste dhe të armatosura, përfshirë ato me karakter paraushtarak, parandalimi dhe luftimi i të gjitha llojeve të kontrabandës ndërkufitare, si me mallra e me migrant, menaxhimi i situatave të rrezikut të lartë, si dhe sigurimi i infrastrukturës kritike. Modeli i gjandarmërisë është praktike dëshmuar evropiane. Shtetet si Franca, Italia, Turqia, Spanja, Portugalia dhe jo vetëm, kanë struktura të ngjashme me role dhe mandate të qarta, të cilët veprojnë me efikasitet dhe profesionalizëm për dekada. Ne jemi duke ndjekur praktikat më të mira evropiane, por modeli i Kosovës do të ndërtohet në përputhje me sistemin ton kushtetues, specifikat dhe rrethonat e Republikës Kosovës. Tashmë grupi punues i themeluar nga Ministri i Punëve të Brendshme Xhelal Sveqla është duke punuar në analizimin e të gjitha aspekteve të formimit të gjandarmërisë. Themelimi dhe funksionalizimi i gjandarmërisë do të bëhet me miratimin e ligjit të veçantë nga Kuvendi i Republikës së Kosovës në legjislaturën e 11, e cila do të dalë pas zgjedhjeve të parakohshme të 7 qershorit. Për më shumë fjalën ja kaloj ministrit